Për janarit të vitit të ardhshëm, çdo qytetar shqiptar mund të krijojë në telefonin e tij mjetin e identifikimit digjital. Kryeministri Rama tha se nisma hyn në fuqi para vendeve të Bashkimit Evropian dhe është një hap për heqjen e paras kesh nga qarkullimi. Adnan Xholi, Doloreza Musabelliu, Klodian Braho dhe Elvin Gokaj janë zyrtarisht 4 anëtarët për kreun e ri, 4 kandidatët për kreun e ri të SPAK. Këshilli i lartë i prokurorisë mirëtoi kandidaturat edhe tashmë pritet që ata të prezantojnë platformat e tyre para këtij këshilli. VMRO-DPMNE fitoi bindshëm zgjedhjet lokale në Maqedoninë e Veriut. Koalicioni i partive shqiptare vlen udhëheqin në 9 komuna duke fituar 5 prej tyre në raundin e parë, ndërsa koalicioni i PD-s kryeson në 5 komuna duke fituar 4 prej tyre. Në Gaza u rikthyen të dielën bombardimet izraelite që shkaktuan 44 të vrarë. Hamasi mohoi që forcat e tij të kenë sulmuar trupat e Tel Avivit. Reagoi presidenti amerikan Donald Trump, që tha se armëpushimi është ende në fuqi. Grabitja në vetëm 7 minuta e bijuterive të bashkëshortes së Napoleonit të III në Muzeun e Louvrit ka shokuar Francën. Në rrjetet sociale janë publikuar pamje nga momentet e grabitjes, ndërsa ekspertët thonë se gjetja e bijuterive është e vështirë. Fanela e sulmuesit Rej Manaj në ndeshjen me Serbinë u ble në një ankant për rreth 3.100 euro nga një person nga Shtetet e Bashkuara. Fanela e kombëtare së shitur më shtrenjtë mbetet ajo e Nedim Bajramit ndaj Italisë në Europian për 5.800 euro. Shikues të televizionit Klan, ju përshëndes, këto janë lajmet e orës 15:30. Do të njihemi bashkë me zhvillimet më kryesore të deri tanishme. Prej janarit të vitit të ardhshëm, çdo qytetar shqiptar mund të krijojë në telefonin e tij mjetin e identifikimit digjital. Në prezantimin e tij, kryeministri Edi Rama tha se nisma hyn në fuqi para vendeve të Bashkimit Evropian dhe është një hap për heqjen e paras kesh nga qarkullimi. Nga janari 2026-s, qytetarët shqiptar mund të krijojnë në telefonin e tyre identitetin digjital. Ajo që na duhet është vetëm një telefon smart dhe një kartë identiteti fizike. Ky do të jetë një portofol digjital me të gjitha të dhënat e tyre në aparatin smart, që mund ta përdorin për të identifikuar përmarrjen e çdo shërbimi publik apo privat, në banka apo edhe për blerje. Pra një 18 vjeçar mund të hap një llogari bankare në vetëm pak sekonda, një biznes mund të marrë shërbime publike me vetëm një klikim dhe çfarë është shumë e rëndësishme, ne mund të garantojmë mbrojtje shtesë për fëmijët nga rreziqet e botës online. Kryeministri Jo Pakrenari thotë se shqiptarët mund ta kenë identitetin digjital një vit përpara shtetasve të Bashkimit Evropian, ku parashikohet të nisë përdorimi në masë në vitin 2027. Ne do të jemi një vit më parë. Theksoj këtë jo për të afirmuar ndonjë përparësi tonën, po për të rikujtuar se përparësia që teknologjia i jep çdo vendi, unë quaj një bekim i kësaj kohe. Krijimi i identitetit digjital që u testua sot nga kompania publike e prodhimit të kartave dhe pasaportave biometrike Identitek është hapi i parë për heqjen nga qarkullimi të parave kesh. Përfitimet nga ky projekt i rendit kryeministri. Kjo do të thotë shumë më tepër siguri për konsumatorët dhe kjo do të thotë shumë më tepër të ardhura nga ajo pjesë që është tatimi mbi vlerën e shtuar. Trukeve të ndryshme që do të reduktohen maksimalisht dhe mos do të azësohen plotësisht fal transaksioneve digjitale. Kryeministri Rama pohon se po punohet që teknologjia dhe inteligjenca artificiale të përfshihen shumë shpejt dhe në shërbimin shëndetësor, në arsim si dhe shërbimin e transportit. Kryeministri Edi Rama shpreh se Komisioni i Venecias do të jetë pika e referimit Shqipërisë për reformat e mëtejshme. Në fjalën e mbajtur me rastin e 30 vjetorit të bashkëpunimit me këtë institucion, Rama vlerësoi kontributin e Venecias për reformën në drejtësi dhe për atë zgjedhore. Institucionet shqiptare festojnë 30 vjetorin e partneritetit me Këshillin e Europës dhe Komisionin e Venecias. E në fakt, në 30 vjet, ligjvënësit shqiptar janë drejtuar Komisionit Venecias për opinion me 10 herë, duke nisur nga artimi i kushtetutës e në rastin më të fundit për mandatin e deputetes Olta Xhaçka.
Në shumë raste, opinionet e ekspertëve të Komisionit Venecias që jepen në gjuhën angleze janë lexuar në shqip në mënyra të ndryshme nga palët politike, por gjithsesi ato janë cilësuar si shumë të rëndësishme në 30 vite bashkëpunim. Kryeministri që mori fjalën vlerësoi disa opinione që kanë qenë vendimtare sipas tij për reformat në Shqipëri. 2 kontribute kyçe, kontributet për kodin zgjedhor dhe nga ana tjetër kontributin historik për reformën më të thellë dhe më të vështirë që reformën në drejtësi. Një udhërfyes si gjithmonë i matur dhe një autoritet që na ka ndihmuar të ruajmë gjatë gjithë kohës busullën dhe të orientohemi gjatë gjithë kohës në drejtimin e duhur. Pa Komisionin e Venecias dhe kontributin e tij do të kishte qenë e pamundur që Shqipëria të ndërmerte procesin e vettingut. Kryetari i Gjykatës Kushtetuese që i është drejtuar dhe vetë Komisionit Venecias për një opinion për mandatin e saj në dhjetorin e vitit të shkuar, flet për rëndësinë që ka ekspertiza e kësaj strukture që funksionon brenda Këshillit të Europës. Kërkimi i një opinioni këshillimor duhet të ndodhë paraprakisht dhe jo të përdoret si mjet për të kontestuar një vendimarrje të dhënë. Kryeparlamentari Niko Peleshi pohoi se bashkëpunimi me Komisionin do të vijojë dhe për reformën zgjedhore që do të nisë shumë shpejt nga Parlamenti, vendim që u përshëndet dhe nga presidenti i nderit Gianni Bucicchio që ishte në Tiranë për konferencën. Ashtu si për kushtetutën, edhe në rastin e ligjit zgjedhor kemi të bëjmë me rregullat e lojës të cilat nuk duhet të ndryshojnë në bazë të interesave të lojtarëve. Nëse duhet të bëhen ndryshime, ato duhet të bëhen në bazë të rekomandimeve të organizatave ndërkombëtare. Bucicchio kujton se komisioni që ai drejton ka dhënë 7 opinione për gjykatën kushtetuese shqiptare, e në këtë pikë ai vlerëson bashkëpunimin për ligjin për vettingun. Në Spaku paraqit sot kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në përmbushje të masës së sigurisë së vendosur për të nga gjykata. Ai deklaroi se ka bërë kërkesë pranë KLG-s për konstatimin e mbarimit të mandatit të gjyqtares Irena Gjoka. Gjyqtarja Irena Gjoka ishte edhe këtë të hënë shënjestër të akuzave të ish kryeministrit Sali Berisha, nga Spaku ku ishte në zbatim të masës së sigurisë detyrim paraqitje. Ai tha se Gjokës i ka mbaruar mandati dhe se po qëndron në detyrë në shkelje të ligjit të kushtetutës. Ne kemi bërë kërkesë pranë KLG-s për konstatimin e mbarimit mandatit të Irena Gjokës. Kjo qëndron në detyrë duke shkelmuar kushtetutën e vendit. Sipas Berishës, gjyqtarja e GKK-s duhet të ishte në burg për shkak të mosdeklarimit të dënimit në formularin e dekriminalizimit për 2 dënimet e dhëna nga drejtësia greke. KLG-ja, Uluzi, Faqe e Zez, Altin Troplini dhe marionetat tjera të pushtetit zvarritën me qëllim hetimin edhe mbi çështje shkeljes së ligjit të dekriminalizimit nga Irena Gjoka, e cila ka fshehur dhe nuk ka deklaruar në formular as vendimin penal dhe as 2 ekspulset që kanë nga Greqia me qëllim të qartë, kalimin e afateve të ndjekjes penale, pra parashkrimin e veprës penale. Pasi la Spakun nga Selia Blu, Berisha shënjestroi edhe kryeministrin Rama, të cilin e akuzoi se e përdori politikisht protestën e organizuar në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-s për të goditur qeverinë Kurti. Do t'i ndihmosh ata. Merr vendim qeverie, jepu për avokatrit. Tradhtar më i keq pas Enverholsh i shqiptarëve në tërësi dhe Kosovës veçanti. Prerazi mohoi të kishte një urdhër ndaj deputetëve demokrat për të mos marrë pjesë në protestë, por u shpreh se vota kundër e socialistëve në parlament për rezolutën që dënonte krimet serbe në Kosovë ishte dëshmi e vënies së kryeministrit në shërbim të ultranacionalizmit serb. Adnan Xholi, Doloreza Musabelliu, Klodian Brau dhe Elvin Goka janë zyrtarisht 4 kandidatët për kreun e ri të Spakut. Këshilli i lartë i prokurorisë miratoi sot kandidaturat dhe tashmë pritet që ata të prezantojnë platformat e tyre përpara Këshillit. Përshëndetje të gjithëve. Këshilli i lartë i prokurorisë miratoi listën me 4 kandidatët që aspirojnë të drejtojnë prokurorinë e posaçme në 3 vitet e ardhshme. Pas verifikimeve, Komisioni i Karrierës në KLP vlerësoi se Adnan Xholi, Doloreza Musabelliu, Klodian Braho dhe Elvin Gokaj plotësojnë kushtet formale për të vijuar garën. Këto kushte kryesore për lejimin e kandidimit janë të qenit prokuror në SPAK, të mos kenë mbajtur më parë detyrën e drejtuesit dhe mos pasja masave disiplinore në fuqi.
Miratimi i 4 kandidaturave u bë me 10 vota pro, pasi një prej anëtarëve të KLP, Zeqir Hodaj, tha se nuk mund të merrte pjesë në këtë votim, pasi Këshilli duhet të shprehej më parë nëse ishte në konflikt interesi në këtë proces, pasi djali i tij është emëruar hetues i BKH-s. Pas emërimit të kandidaturave, pritet që KLP t'i ftojë ata për të paraqitur një prezantim të shkurtër mbi platformën e tyre të drejtimit. Kreu i SPAK do duhet të zgjidhet para datës 19 dhjetor, datë kur mandati i kreut aktual Altin Dumani përfundon. Kërkesa e Erion Veliajt për pavlefshmëri të hetimeve të kryera nga SPAK bërë në gusht u rrëzua edhe nga gjykata e posaçme e apelit. Gjyqtari Engert Pëllumbi la në fuqi vendimin e shkallës së parë që kishte vendosur mospranim të kërkesës në 1 shtator. Pas përfundimit hetimeve, Veliajt dorëzoi në GKK një kërkesë ku rendiste sipas tij disa shkelje të kryera nga SPAK gjatë hetimeve që i bënte ato të pavlefshme. Sekretariati i Etikës përjashtoi me 15 ditë nga punimet e kuvendit kreun e grupit parlamentar të demokratëve Gazmend Bardhi. Shkak për këtë vendim u bë përplasja verbale e Bardhit në seancën plenare të 16 tetorit me kryetarin e parlamentit Niko Peleshi. Gjithçka nisi pasi Bardhi kërkoi që deputetët t'i drejtonin pyetje komisionerit për mbrojtje nga diskriminimi, por kjo kërkesë e tij u hodh poshtë nga Peleshi. Pas mbledhjes së Komisionit Etikës, demokratët e cilësuan përjashtimin e Bardhit të qëllimt që ai të mos jetë në seancat ku do të raportojnë institucionet e drejtësisë. Socialistët kishin kërkuar më herët përjashtimin për 30 ditë nga punimet e kuvendit. Në zgjedhjet lokale të mbajtura një ditë më parë në Maqedoninë e Veriut fitoi bindshëm partia në pushtet VMRO DPMNE. Sa u përket partive shqiptare, koalicioni Vlen fitoi Çajirin dhe 4 komuna të tjera, ndërsa koalicioni i udhëhequr nga BDI mori Gostivarin dhe për herë të parë në histori një shqiptar do drejtoi komunën e Çashkës. Partia në pushtet në Maqedoninë e Veriut VMRO DPMNE shpalli një fitore bindëse në raundin e parë të zgjedhjeve lokale të mbajtura të dielën. Forca e drejtuar nga Kristian Mickoski u udhëheq rezultatet në 53 nga 80 komuna, nga të cilat siguroi fitore në 32 që në raundin e parë dhe pret fitoi edhe në 20 të tjera në balotazh. Këtë fitore ndërtuam hap pas hapi, jo me premtime, por me punë. Rruga nuk është e lehtë. Një rezultat të dobët mori LSDM në opozitë drejtuar nga Venko Filipçe që shpalli fitoren vetëm në 3 komuna. Sa u takon partive shqiptare, koalicioni partive Vlen prinë në 9 komuna. Në 5 prej tyre siguroi fitoren që në raundin e parë, ku më do me thënë se ishte ajo e Izet Mexhitit në Çajir. Vota e sot me për ne është kurorëzimi një rrugë që nisën para një viti me dinjitet e besnikëri. Kreu i lëvizjes Besa, Bilal Kasami, mori një rezultat të thellë në Tetov, por pa mundur të konfirmohet edhe për një mandat tjetër në kryet komunës që në raundin e parë. Sonte është nata më e bukur sepse e fituam gjithë Pollogun, e fituam gjithë Maqedoninë. Ndërsa koalicioni Aleanca Kombëtare për Integrim, i udhëhequr nga BDI, kryeson rezultatet në 8 komuna, duke fituar që në raundin e parë në 4 prej tyre, përfshirë edhe Gostivarin. BDI fitoi edhe në komunën e Çashkës, e cila për herë të parë do drejtohet nga një shqiptar. Prej sonte zoti Suat Shaqiri është kryetar i parë shqiptar në komunën e Çashkës. Dita e zgjedhjeve kaloi e qetë dhe pa incidente të rënda. Pjesëmarrja paraprake ishte 46.48%, pak më ulët se në zgjedhjet e kaluara. Raundi i dytë i zgjedhjeve do të zhvillohet në 2 nëntor në 33 komuna. Për zhvillimet më të reja nga zgjedhjet e një dite më parë në Maqedoninë e Veriut, do të kemi tani një komunikim të drejtë për drejtë nga Shkupi me gazetaren Xhumadije Ibrahimi. Xhumadije, cilat komuna patën rezultatet që mund të konsiderohen surprizë këtyre zgjedhjeve? Po, përshëndetje, atëherë si surprizë e këtyre zgjedhjeve në bazë të rezultateve konkretisht janë pikërisht komuna e Çajirit. Pra është një komunë e cila me vite është udhëhequr nga Bashkimi Demokratik për Integrim, ndërka që vitin e fundit ka qenë udhëhequr nga Vlen, mirëpo dihet domethënë për shkak se kryetari i kësaj komune ka qenë më herët të BDI. Pra ishte pikërisht Çajiri, aty ku bëhet dhe gara më e madhe dhe ishte surpriza më e madhe për shkak se ato e fitoi kandidati i Vlenit Izet Mexhiti. Por njëkohësisht surprizë tjetër ishte komuna e Çashkës, ku për herë të parë fitoi një kandidat shqiptar i udhëhequr nga pikërisht pra
nga kandidati i Aleancës Kombëtare për Integrim. Gjithashtu pra janë komuna të tjera të cilët duhet të shkojnë në balotazh. Ka disa komuna të cilët më herët i ka udhëhequr BDI-ja, siç është komuna e Diprës, dhe tani ne përsi edhe në balotazh do të shkojnë kandidati i Vlenit dhe njëkohësisht kandidati i pavarur. Strugon që e ka udhëhequr me vite BDI, në këtë radhë ne përsi është kandidati i pavarur me ndyqyra. Dhe në komunën e Kërcovës, pra më konkretisht, do të shkohet në balotazh me VMRO, DPMN dhe kandidatin e Aleancës Kombëtare për Integrim të udhëhequr nga BDI. Xhumadije, cilat kanë qenë reagimet nga faktori politik shqiptar lidhur me rezultatin? Po, jo se ka reaguar shumë faktori politik shqiptar, për shkak se më njëherë pas mbylljes së kutive të votimit dhe njëherë pas daljes së rezultateve nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, dolën të dy kampet politike shqiptare, si nga Vlen dhe nga AKI, dhe i përshëndetën zgjedhjet vetëm për faktin që këto zgjedhje janë mbajtur në mënyrë të drejtë dhe demokratike. Ata i pranuan rezultatet, nga Vlen thonë se këto rezultate nuk ishin befasuese, mirë po ishin të pritshme, siç duket befasuese, këto rezultate ishin për Aleancën Kombëtare për Integrim, më konkretisht kandidatët e tyre, siç është zotëri Bujar Osmani në Çajir, i falenderoi qytetarët dhe uroi kundër kandidatin Izet Mexhitin për fitoren, kështu që ky ka qenë reagimi vetëm, mirë po ka pasur edhe reagime nga ana e VMRO, DPMN-s dhe LSDM-s. LSDM nuk i ka konsideruar si fer dhe demokratike, ndërkaq që VMRO DPMN pra këto zgjedhje dhe ky fitim ishte i pritshëm. E qartë, Xhumadije, të falenderoj për gjitha këto informacione, ndërkaq nga Maqedonia e Veriut do të flasim për zhvillimet në Kosovë, ku presidenti Vjosa Osmani del kundër ankimit të dytë të bërë nga lista serbe në gjykatën kushtetuese, duke e cilësuar si të panevojshëm edhe në dëm të interesave të Kosovës. Derisa gjykata kushtetuese është duke shqyrtuar ankesën e listës serbe lidhur me zgjedhjen e nënkryetarit të kuvendit Nenad Rashid që nga radhët e pakicës serbe, presidenti Vjosa Osmani vlerëson se ishte e panevojshme kjo ankesë dhe se vonesa e krijuar nga lista serbe po i dëmton interesat jo vetëm të Kosovës si shtet, por të gjithë qytetarëve, përfshirë edhe serbët. E kanë dëmtuar interesin e Kosovës, janë bërë shumë muaj pa qeveri e cila do të kishte mandat të plot kushtetues. Derisa krye parlamentari Dimal Bashar rezervohet të flasë për ankesën e listës serbe, ndërhynën kryetarja Albulena Haxhiu. Po kanë drejt më anku krejt në gjykatën kushtetuese. Kuvendi është konstituar, kjo është shumë e rëndësishme. Lista serbe ditë më parë është ankuar sërish në gjykatën kushtetuese, pasi e konsideron antikushtetues konstituimin e kuvendit të Kosovës, duke kundërshtuar zgjedhjen e Nenad Rashid nga komuniteti serb si nënkryetar i kuvendit të Kosovës. Sipas raportit të vrojtimit të Bankës së Shqipërisë, bankat e nivelit të dytë janë treguar më të kujdesshme duke vendosur kufizime në dhënien e kredive ndaj individëve, sidomos për pasuritë e paluajtshme. Megjithatë, ato kanë ruajtur një stabilitet sa i përket kreditimit të bizneseve. Në tremujorin e tretë të vitit, bankat mbajtën thuajse të pandryshuar politikat e kreditimit për bizneset, ndërsa treguan kujdes më të madh ndaj huadhënies për individët, por jo kufizues. Sipas Bankës së Shqipërisë, bizneset e vogla dhe të mesme kanë shfaqur kërkesën më të madhe për hua, kryesisht për mbulimin e nevojave afatshkurtra për likuiditet. Bankat mbajtën thuajse të pandryshuar kuadrin e politikave të kreditimit për bizneset, përfshirë standardet, kushtet dhe termat e kreditimit. Megjithatë, bankat mbeten prudente në vlerësimin e marzheve për kredit me rrezik, ndërsa numri i kredive të miratuara u rrit për shkak të përmirësimit të situatës financiare të bizneseve. Ndryshe nga bizneset, individët janë përballur me kushte më të ashpra për marrjen e huave. Hezitimi i bankave në kreditimin e individëve u reflektua në standarde dhe kushte më të shtrënguara, sidomos për kredit për blerjen e banesave. Bankat raportuan se kufizimet e reja për kredit në pasuri të paluajtshme dhe rreziku i perceptuar ndaj aftësisë paguese të kredimarrësve kanë ndikuar në këtë shtrëngim. Në përfundim, raporti vlerëson se politikat për bizneset pritet të mbeten të pandryshuara deri në fund të vitit, ndërsa kreditimi për individët do të vështirësohet më tej, kryesisht për blerjen e banesave. Vjo
Vjon të jetë në gjendje të rëndë shëndetësore, vajza 6 vjeçare që pësoi djegje të shumta nga zjarri në shtëpinë e saj në Maliq, ku humbën jetën nëna dhe vëllai i saj. Grupi hetimor është kthyer në vendngjarje për të përcaktuar shkakun e shkrumbimit të banesës. Një ditë pas tragjedisë në familjen Aziz Llari në Maliq, grupi hetimor u kthye sërish në vendin e ngjarjes. Në shtëpinë ku ra zjarri, ekspertët mblodhen prova, si dhe e morën dëshmi të reja që do të ndihmojnë hetimet. Paraprakisht besohet se shkak për ngjarjen ku humbi jetën 40 vjeçaria Rahima Aziz Llari dhe djali i saj 14 vjeçar të ketë ndodhur pas zjarrit të shkaktuar nga soba me dru. Poshtë në dyshemi kemi gjetur disa shkrepse të ndezura. Familja është në gjendje të vështirë ekonomike, ndaj Bashkia e Maliqit thotë se do ta mbështesë. Patjetër do jemi çdo ditë në krah të kësaj familje, e cila jo vetëm për te, po për të gjithë ne ka qenë një situatë shumë e vështirë. Nën e bir humbën jetën në spitalin e Korçës për shkak të asfiksisë, ndërsa vajza 6 vjeçare me djegje të shumta në trup ndodhet ende në gjendje kritike në QSUT në Tiranë. Në momentin që ra zjarri, në banesë ishte vetëm nëna me 2 fëmijët. Presidenti amerikan Donald Trump tha se armpushimi në rripin e Gazës është në fuqi pavarësisht bombardimeve izraelite të së dielës. Hamasi mohoi se luftëtarët e tij kanë sulmuar trupat izraelite. Armpushimi në rripin e Gazës është në fuqi pavarësisht bombardimeve që kreu ushtria izraelite të dielën si kundërpërgjigje ndaj goditjeve me armë dhe predha antitank drejt tyre në Rafah, ku humbën jetën 2 ushtar. Vazhdimin e armpushimit e konfirmoi edhe presidenti amerikan Donald Trump, hartuesi planit paqes në fuqi në rripin e Gazës. Ushtria izraelite njoftoi se ishte gjendur përballë një sulmi nga grupe terroriste, ndërsa hodhi dyshime se sulmuesit ishin pjesë e Hamasit, por pasoi kreu sulme në disa zona të rripit të Gazës, duke vrarë të paktën 44 persona. Hamas hodhi poshtë përfshirjen në këtë sulm, duke thënë se nuk kishte dieni që luftëtarët e tij kishin sulmuar Izraelin. Pas arritjes së paqes në rripin e Gazës janë aktivizuar edhe grupe të tjera ekstremiste. Ndërkaq i dërguari i posaçëm i presidentit Trump, Steve Witkoff, tha se për rindërtimin e plotë të territorit të rripit të Gazës nevojiten mbi $50 miliardë. You are coming home. Kryediplomatëve europian nuk ju pëlqen ideja që Vladimir Putin mund të vizitojë një vend antar të Bashkimit Evropian si Hungaria për të takuar me Donald Trumpin. Megjithatë, ata shpresojnë që një vizitë e tillë të sjellë armpushimin në Ukrainë. Plani i Donald Trumpit për të takuar me Vladimir Putinin në Budapest gjatë ditëve në vazhdim nuk shihet me sy të mirë nga kryediplomatët europianë që u mblodhen këtë të hënë në Luksemburg për paketën e 19 të sanksioneve ndaj Rusisë si ndëshkim për luftën në Ukrainë. Nuk është e këndshme të shohësh dikë për të cilin ka një urdhër arrest nga gjykata penale ndërkombëtare që vjen në një vend evropian. Prezenca e Vladimir Putinit në territorin e Bashkimit Evropian bën kuptim vetëm nëse sjell armpushim të menjëhershëm pa kushte. Donse nuk është ftuar të marrë pjesë, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski shprehu gatishmërinë për të qenë në këtë takim, që organizohet mes frikës së Moskës se Shtetet e Bashkuara mund të japin Kievit raketat e fuqishme Tomahawk, që mund të godasin në çdo cep të Rusisë europiane. Në takimin e së premtes në shtëpinë e Bardhë, Trump e la për më vonë marrjen e vendimit për kërkesën e Zelenskit, duke shfrytzuar këtë si kartë për të nxitur Rusinë të hedhë hapa drejt paqes. Besohet se në shtëpinë e Bardhë, Trump i kërkoi Zelenskit të pranonte fundin e luftës në vijat aktuale të konfliktit, pasi Putin mund ta shkatërronte plotësisht Ukrainën nëse nuk ka një marrëveshje të menjëhershme. Ishte ky dhe informacioni i fundit për këtë edicion lajmesh. Bashkëmirupafshim.